Edhe ndodhi genocidi më i madh ndodhi në shtëpinë tonë, në Pramthti. Edhe plaku, edhe vëllezërit e gjithë kanë ardhur këtu. Pastaj kanë kalu një, po thotë që mori gjon më të keq është bën në shtëpinë time, në Pramthti. Kanë vrarë gjithë. Kush u vra? Gjyshi, gjyshet, nipat. Vetëm baba ku ka kanë 3 vëllezër, një ndaloi në Fier dhe 2 vëllezër deri në Durrës. Çfarë moshe ka ardhur baba jote dhe çfarë ju ka treguar? Plau ka ardhur 14 vjeç, u treguata shumë gjëra, unë një ngjosha Plau ka punuar në depolukurave këtu në Durrës. Më treguata shumë gjëra, më kanë shumë afër babës. Nga genocidi i ndodhur në shtëpinë tuaj, gjyshi, humbi jetën gjyshet? Po, kanë vdekë gjithë. Hallat, pezet, kanë vdekë gjithë, vetëm këto kanë ardhur dhe 3 gocat e gjajit që i mori baba me vete, se gjyshi u vra atje dhe i mori 3 gocat, i mori me vete. Kanë me mushkë, kanë nga Pramthtia, kanë në Konispol, desa e Durrës, si mas legët që kishin, ndaloshin rrugës. Dhe me thonë nga Fieri, kam vdek, edhe gjaj në Fier, edhe çunat e gjaj kam vdek në Fier. Nga gjithë raca ime argjilleje, vetëm unë kam ngel. Si pritën këtu? Ne na kam prit shumë mirë, unë punë kam punu 30 vjetë në Kurull. Kam punu 30 vjetë në Kurull. Tu punoj me familjen, me gotën, kjo është çuni gocës. Çuni. Qemal, juve në 2004-ën keni qenë një ndër ata protestues të cilët u përleshët dhe me policinë për çështjen Çame. Çfarë kujton? Atë çfarë kujton, na kanë arrestuar, në kapën edhe kryetarin e shoqatës Servet Mehmetin. E na kanë marrë, kemi qenë 21 vetë kur na kanë arrestuar. Çam kanë qenë nga Vlora, nga Patosi Fierit, edhe 3 dursake kanë qenë. 21 vete, ma men i kam si përftyrë të shimë. Pa kanë vdekë se unë ishim të shimë qapë botë, vetëm 3 copë kishin ngel, nga gjithë 21 edhe 3, që unë shkoj çdo vit në qapë botë. Është i 14 vit që unë shkoj në qapë botë. Edhe ato janë të ikë da nga dalë, ne pakën të lim trashëgimi këty, nëse ne të lim trashëgimi nipëve. Qemal, a ke shkuar në Paramithive? Nuk kam, asje. Qef kisha, shanë realizohet. Ku di jo, të dhe nuk lejohen. Ti ke tentuar ta kalosh kufirin? Ja, s'kam tentuar asje. Kur ti mitë tu? As mitë kam, qurën e kam 31 vjeç, është në Angli, ka punu këtu me burgu, gota punu këtu me mu, kjo quni gotës. Qemal, juve shkoni çdo vit në qafë botë? Kam qenë nga të parë, në fillim fare, unë i kam pagu me lekët e mia, me benza, të shkoshni, të që da nga dalu kër u shoqata këto. Unë prapë kam respekt edhe për shpëtimin, edhe për takun, edhe për këto gjithë. Njohin shumë mirë. Si në spital unë kam qenë, që këto vazhdojnë jetën e vetë. Mund kënaqem që pakën heshat e këtu në mosha që jemi ne nga 6, 7, 80 vjetë, nuk u bënomi se shkum një autobus, pakën për tulli dorë dhe ke plekës. Asi gjosë kërkoj. Po pse nuk e tentuar asnjëherë të shkosh Paramithia? A ke prona atje? Çfarë të ka thënë baba jot? Kam prona gjithë, kam me dokumente, kam shtëpi. Kam unë prona gjithë. Kam në Pramthti, shtëpi me shkolla, lam Pramthti. Kam dhe fotografitu me në gjithë. Pse nuk i ke kërkuar? Dhe shi këto da nga dalë, si mas kushte, da nga dalë bojnë gjënët. Ato që kemi aty me kullota, me dele, se kanë qenë 3 vëllezër këto. Baba, 2 vëllezër vetë, njëru merte me tregti, njëru merte me blegtori, ullije, dele, si të tregohet e plaku. Për gjyshin tënd? Për gjyshi ka qenë shumë tërmi. Ka qenë njëri i dashëm me gjithë, e njohin gjithë, Tofik Qemalin e njohin gjithë, në Pramthti, gjithë Çamërisë, gjithë zonën e Çamërisë, deri në Amerikë. Një vetë gjyshi, ka lanë 3 gota, 2 halla më vdikën të shi, ka ngell vetëm një. Është 90 vjeç ajo. Qemal, çfarë po bëhet me pronat tuaja? Tashi, siç po thonë këto, fjalë të mira, zdim gjona shpresa vdes e funit. Ju keni
Fjala për një lokal në Durrës e keni vënë Çamëria, pse? Më kam vonë ta kem kujtim, po se gëzova unë. Pse po se gëzove ti? Çerka. Tjeli, jo. Pagën kthej emër në Durrës. Shikoj që ju keni bërë harta, keni sjell ca gur, ca gjëra, çfarë janë ato? Tanë ti kam shku çdo që shkojnë që botë marrë nga diçka. Edhe këtë radhë, shpëtimi kishin punu, komplet shoqata kishin punu me Vorreza, me Djedha, i takova Djedha. Jemi të kënaqur me ata që kanë vënë, po të shikoshe më shumë ishin nga pramëthia të gjithë dhe që ishin vëra. Themi që da nga dalë, do bëhet një gjë. Kjo është. Se ne ikëm këtë brezi, pak në të tash kemi unë edhe ku shkova këtë radhë, 3-4 vetë ishim aty, oj që mollë të sponimi mo. Po ku i njofu të, me thonë që mu më bëj qefi që dikush kishe punë nipin, dikush në besën, dhe me thonë të vazhdojmë rrugën, traditën. Çfarë keni bërë juve për ta ruajtur këtë traditë? Zakonet, po ato që kene, i respektojmë me klient, me gjithë, na respektojmë, i respektojmë. Kjo është. E një gjë që i lumtur ti? I lumtë është mori dorë dhe, ose të morë babën të qoj atje, ti uri dorë dhe, nuk. Çfarë amaneti ke? Amanetën të uri dorë dhe atje si jo. Ku? Ke gjysh. Te gjyshi jot. Këto thonë që do bëja shpëtimi këtë radhë në dha fjallën, ta do bëja autobuse, do ju qojmë gjithë, brezin tonë. Se pak e rengel në vësë. Qemal, juve keni botuar një revistë politike, kulturore, letrare dhe shoqërore të quajtur Krau i Shqiponjës. Çfarë është kjo revistë? Unë me këte Krau Shqiponjës ja dedikoj fëmijës tim që rrjetën rrugën, rrjedhën tonë të vazhdojnë fëmijë, nipat, mesat. Ke për ne shku me 60 çunë është 32 vjeç. Dhe që ka ikë këtu për notë, ka ikë në Angli. Kam gocën këtu. E dalim trashëgimi, të vazhdojnë da nga dase. Punë të mija bë. Këtu kam këtu. Kjo është çuni, këtu jam unë me çunin. Këta janë 2 pleqët e mi, me em edhe Selfo, se nonën e kam kryetone, është gjyshim ka qenë hoxha i parë në Durrës, burri i parë i plakës time u vranë në luftë, dëshmori i parë i pezës është Zenil Tepshi, dhe plaka im u martu me Çam. Me Çam kam lindur unë. Dhe kam unë me nusën, tu është çuni me gjë gocën, tu është ky Bilal Xhaferi që për këte kam respektin më të madh, unë si Qemal, tu është Bilal Xhaferi. Çfarë është? Ky është një nga poetët më të mirë që ka pas Çam. Te internum, te edhe këtu e internum dhe ky vdik në Amerikë. Ka vdek në Amerikë. Ky ka bë një nga librat më të mëdhenj. Ky ka qenë i papam, siç ma kanë tregu edhe tjerë, edhe njerëz që kanë qenë në Durrës, ky ka punu këtu dhe këtu, pastaj e internun në Durrës dhe e kanë çuar në Amerikë. Ka bërë libra të Bilal Xhaferit, njihen gjithë. Ky është Asim Besho, edhe ky një shkrimtar që njihet në Durrës. Çam, flet edhe ky për Çamërinë. Edhe ky flet po për Çamërinë. Janë po flet për Çamërinë. Të poezi nga edhe ky është njëri shumë që flasin për Çamërinë, në Nëndece kanë punu me Aniet. Këtu janë të gjithë poezitë e Bilal Xhaferit, i keni këtu. Gjitha, çka ka shkruar Bilal Xhaferi, njihet. Çfarë amaneti ke Qemal? Amanet vetëm tulli dorë dhe ke gjyqa si do le të vdes rahat. Nuk përndoj asnjë gjë. Kaq do të shkoj atje ti ulli dorë dhe ke shtëpia në pramëthi, shtëpia ime është ala aty ekziston. Po shikoni më në lokali keni gjithë edhe pramëthin, volën, pargën, po lufta që ka pasur në Çamëri ka plasur shtëpinë tim.